Çmimi i kafës 2 euro. Paguajnë të vëshëm. Një macchiato e madhe 2 euro. Nuk i di unë kafen e pi të shtëpia. Unë Është një sugjerim për shikuesit e qytetarët tonë. preferoj kafen e pi të shtëpia, jo në vetëm kafe. Këtu njerëzit janë shumë dëmbela, për fat keq. Rinia këtu rrin tan ditën për kafe, as mirët me sport, as me aktivitet tjetër. Do me thonë, kafja 2 euro pini të shtëpia. E kur ta pinë të shtëpia lirohet kafja. E se shkojnë prapë në zgjedhje, i thras gjithë mërgjimtarët dhe vendas këtu me votu vetëm Albin Kurtin. Përveç Albin Kurtit, e sheh dika tjetër që mund të qeveris vendin tonë. Njëherë për një Albini është. Pa zëvendësueshëm? I pa zëvendësueshëm ka me qenë të njëjtën. Sukur Hasan Prishtina që ka qenë i pa zëvendësueshëm edhe ky është i njëjti. Qytetarët kosovar po ankohen edhe për ngritje të çmimeve. Po ai nuk ka të ngrit çmimet, janë të ngrit firmat private. Që për shembull këta që kanë prona, firma këta e vjedhin shtetin. Çmimi i kafës 2 euro. Paguajnë të vëshëm. Një macchiato e madhe 2 euro. Nuk i di unë kafen e pi të shtëpia. Është një sugjerim për shikuesit e qytetarët tonë. Preferoj kafen e pi të shtëpia, jo në vetëm kafe. Këtu njerëzit janë shumë dëmbela, për fat keq. Rinia këtu rrin tan ditën për kafe, as mirët me sport, as me aktivitet tjetër. Do me thonë, kafja 2 euro pini të shtëpia. E kur ta pinë të shtëpia lirohet kafja. Sa është çmimi i arsyeshëm i kafës, sipas teje? Po vjet ka qenë 50 cent duket. Tash Jo, para 4 viteve ka qenë 50 cent. unë thash që unë nuk frekuentoj në për kafe shumë, në takim, në diçka, kështu jo, po kafen e pi të shtëpia. Atje e pi të shtëpia, tash kur e pi në Gjermani kafen të shtëpia, e pi edhe këtu, nuk shes arrogancën në këtu. Pse jam mërgjimtar. Po shpenzon shumë kur po vjen Kosovë. Une? Jo nuk shpenzoj, unë jem Për afërsisht. kursimtare. Po, siç kursej atje, kursej edhe këtu. A më tregon sa është shuma e kursimeve që i ke arrit Jo, si deri më tani. kam llogarit ato, ama pa vend nuk shpenzoj, jam tonë. Ekonomist, me një fjallë. Po, ekonomist të njëtën. Në rregull. A ki një mesazh për gjithë shqiptarët kude që janë? Çfarë drejtimi po më ndaj? Gjitha aspekt. Ose edhe një përshëndetje, pra, nëse jo mesazh. Nëse shkojnë prapë në zgjedhje, i thras gjithë mërgjimtarët dhe vendas këtu me votu vetëm Albin Kurtin. Vetëm vetë vendosin. As kënd tjetër, heq. Ndërrumë, faleminderit shumë, kënaqësi që u takuam. Pushime sa më të këndshme. Ditë mirë, faleminderit për intervistë.